Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar shikues kudo që na ndiqni. Sonte kam ftuar musafir famulitarin Don Marian Marku, i cili është në mision tash e më shumë se një dekadë në Zvicër, në rajonin e Singallinit, duke ju shërbyer besimtarëve katolik shqiptar, zvicran, e çka do të qofshin ata që vendosin t'i drejtojnë Zotit nëpërmjet kishës katolike, që prej vitit 2019, fund vitit 2019, është shqiptari vetëm që i peshkëfia atje i ndau titullin kanonik, që është titulli më i lartë, nëse më ta them ashtu, në gjuhën shqipe, nëse më ta them ashtu, është këshilltar i peshkëvit në kishën e Pazelit, aty të Singallinit, aty në atë rajon do të na shpjegon vetë Don Mariani për detajet të kësaj, mos të hyj më shumë për ta ekspozuar me hyrjen time, sepse nuk jam specialist i kësaj fushë, por me të do të bisedojmë mbi identitetin kulturor të trashëguar të sotëm, cili është ai lloj identiteti i sotëm i shqiptarëve, cilët janë rrënjët e atij identiteti, çka mund të flitet për atë identitet me shekuj, nëse mund ta them, nga gjurmimi i fakteve historike, sa flitet për atë identitet sot, dhe sa e përfaqësojnë sot shqiptarët atë lloj identiteti, dhe si. Mirë se të kapru Zoti studion time. Mirë se kom gjetë, dhe është një kënaqësi dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë t'jesh me ne, për sa kohë që ndodhesh në Kosovë, në Binqën e bukur të Kosovës e të Vitpisë atje. Po, Binqë është me të vërtetë e bukur, edhe jam i kënaqur që jam sot. Si po kalon këto ditë atje? Po bukur, unë një vetën në Binqë do shta mas mirëti, sepse Binqë është një vend shumë i bukur, ka disa brigje, ka lumin, është freskët dhe është shumë pëlqen, dhe çka është e posaçme, gjithë kanë kujdes për mua dhe me të vërtet pushoj, edhe është një kënaqësi që kam mundësi gjatë vitit her pas here të jam në vendlindje, pra në fshatin ku kam lindë, ku jam rrit, dhe pranxhirit familjar ku e një vetën mas miri. Shihesh me emocion tek sa flet për Binqën, vendi ku u lindë, ku kalove vitet e fëmijërisë. Po, natyrisht të shkollën fillore, dhe e kom kalu aty në Binqë, praktikisht vetëm shkollën fillore kom kam qëndru në Binqë dhe në atë rajon, dhe sarqeve për herë jam i lumtur në vendlindje. Me një farë mënyrë jenë mërgim, edhe pse jenë mision aty, po jenë mërgim. Çfarë lidhje ki me vendlindjen? Vendlindja është... Lidhje, çfarë emocionet je vendlindja? Natyrisht se vendlindja është ajo rrënja që mu më lidh me familje, më lidh me kulturën, më lidh me gjuhën, më lidh me të kaluarën, dhe për atë arsye rrënja është ajo që diçka bartë, dhe për atë arsye unë mendoj se vendlindja, ose Binqa, ose Kosova është ajo rrënja përmes cilës unë jam rrit, jam zhvillu, dhe jam ajo çka jam. Dhe për atë arsye e një vetën shumë të lumtur kur jam në vendlindje, pra për thëmë në Binqë, apo në Kosovë, aty e një vetën shumë të lumtur dhe shumë mirë. Si e vend gjumi në Binqë? Merë shumë mirë gjumi, flej bukur, edhe mirë flej në Binqë. Në gjurma të zogjve tash në kohë vere? Po, Binqë është posaçme, po du me shpjegu sepse me të vërtet, sikur se Binqa, sado me qenë verës në zetë, në mërami është freskët. Ndoshta për shkak të brigjeve, ndoshta për shkak të lubetenit, ndoshta për shkak të lumit, por me të vërtet mbrëmjet janë shumë të freskëta, mund me qenë ditën shumë nxehtë, por mbrëmja është shumë e freskët, dhe nuk kam taku më duket askon në botë ashtu si Binqën. Me të vërtet nuk e di është gjithkohë në Kosovë, por Binqa është e posaçme. Ku do që ti? Nuk është që tash të bëj propagandë, po me të vërtet është një realitet. Promovimi i çdo vendi të Kosovës
është interes. Po, është interes. Kur të qoftë ai. Edhe Binqa është njëjtë një vend shumë i lashtë, është përmendet në shekullin e 19, aty kemi edhe kalajen e Binqës, edhe është me të vërtet një vend historik, edhe sigurisht se kanë ndiku ato brigjet e vogla, edhe lumi, edhe është një vend shumë i bukur. Mirë se vini në Binqë. Do të vim, kem raportuar edhe për ngjarjet të ndryshme që organizohen me karakter edhe kulturor e kështu me radhë. Pra aty është edhe kisha ku në historikun ton, memorin ton, ka fillu dhe misionin Shën Tereza në Binqë. Po, Dhe në kalendarin historik kjo përbën një ngjarje të veçantë. po, Edhe për ju si famullitar besoj që jeni sot më shumë se një dekadë në Zvicër. Kujto që i thoni, jam i një vendi ku e ka fillu misionin nga këtu, nga Binqa e Madhja, Shën Tereza. Shën Tereza ka ardhur me qef në Letnicë, është pjesë e Karadakut. E gabova, por Letnicë. ka qenë për para një famulli, Letnica, Stubla dhe Binqa. Në Karadak, famulli, do më thënë Karadak janë malet e Zeza, prej Ndëruar që Turqisë. kus është një lëshim teknik nga ona ime, Po, edhe Dada Tereza ka qenë gjithashtu në Binqë, kam qenë i vogël, kam qenë seminar, do më thënë shkollën e mesme, kur ka vizitu një herë Letnicën e Binqën, edhe mu më kujtot si fëmijë ka qenë një kënaqësi e madhe që ajo ishte aty në Nuk e harron Binqë. dot asnjëherë. Ja, nuk e harroj. Si ishte ai moment? Ka qenë moment shumë i rëndësishëm kur ajo ka ardhen, ndoshta në Kosovë nuk ka qenë aq e njohur, nuk e di cili vit ka qenë, ndoshta 89, nuk jam i sigurt për vitin, por e di edhe më kujtohet edhe ka qenë një rast i jashtëzakonshëm. Nga trova Letnicën me Binqën, sepse pikërisht në kishën e Letnicës janë shpëtuar dhe hebre gjatë luftës së dytë botërore. Është një rrëfim i mjetuarit të Holokaustit që ka shpëtuar atë në kishë Letnicë. Përpara, Letnica dhe Stubla dhe Binqa ka qenë një famulli, ka qenë famullia e Letnicës, praktikisht ka qenë një famulli e menaxhimin e përbashkët. Një famullitar edhe ka pas shumë lidhshmëri dhe gjithë rajoni quhet Karadak, malet e Zeza, pra prej Turqishtës dhe ka një domethënie dhe ka një lidhshmëri njëna me tjetrën. Interesante. Cilat janë gjërat nga fëmijëria që nuk disa prej tyre që je lidhur me to, sidomos e përmenden në Terezë që nuk e harron atë moment, kur e ke takuar, i kishte nguar dorën, ju përqafi? Po, vetëm kështu përshëndetje, sepse ka pas shumë njerëz, unë atëherë kam qenë më i vogël dhe din fëmija tek ne. Mbani mend atë pritim. Po, e mbajnë mend, më kujtohet si sot dhe ka qenë një rast i jashtëzakonshëm kur ajo ka qenë dhe ka qenë një moment i bukur. Unë e kam taku në Terezë dhe 2-3 herë, një herë në Zagreb dhe kështu kohë pas kohës, por aja në Binqë ka met një përkujtim i jashtëzakonshëm edhe një gjë shumë e rëndësishme për jetën time, edhe si fëmijë është sigurisht rëndësishme se përpara gjithçka tek ne ka ndodhur rreth kishës, pranë kishës, te kisha, edhe organizimet edhe lojnat edhe gjithçka, edhe më kujtohet për herë ajo lidhshmëria rreth kishës, rreth priftit, rreth famullisë, sepse motrat e kishës edhe famullitarit gjithçka kanë bërë për ne si fëmijë me mësimin e fesë ose me lojnat, me angazhimet që kisha ka bërë në fshat. Përpara gjithçka ka qenë organizuar rreth kishës. Institucion ishte. Po, ka qenë institucion që gjithçka është organizuar, është sjell rreth kishës. Po sot krahasimi me asaj kohe me sot. Në pikpamje të identitetit kulturor shqiptar, sa i është kushtuar rëndësi, sa e mban mend në atë kohë që i është kushtuar rëndësi identitetit shqiptar? Unë mendoj se kisha ka qenë si ai burimi i identitetit, sepse ka qenë në gjuhën shqipe gjithçka, domethënë ka qenë një afërsi e meshtarit, e motrës nderit me njerëzit, edhe unë ende e kujtoj, për shembull, ka qenë një murgesh, një motër, tash është Luiza Stoshic, ne kemi thënë motra Sofia,
dhe ka qenë një krenaria, ja për herë qeshte, për herë fliste, për herë ishte e ofër, disi ka qenë si një nanë, dhe më thonë që aq na ka afru, dhe më thonë aq kem qenë ofër njëri tjetrit ose famulitari, i po njani ose tjetri, me të vërtet ka qenë një kohë që ende me kujtoj dhe është një situatë shumë interesante për fëmijërisë. Në Zvicër, si ju njohin zvicranët? Si shqiptar apo si misionar? Si famullitar, me titullin edhe kanonik që këtë ashtë? Po, unë... A je zvicranizuat, si me thonë? Gjithë e din që unë jam shqiptar dhe natyrisht se unë kur nuk thamë se jam diçka tjetër edhe pse unë kam në shtetësinë edhe të Zvicrës që disa vite, por gjithë e din se unë jam shqiptar edhe kur nuk e mohoj edhe jam krenar edhe si meshtar, kur nuk e kom përjetue që jam dytësor ose jam i shkelur pse nuk jam zviceran. Dhe me thonë, jam i pranuar ashtu si që jam, si shqiptar, edhe unë mundohem ta dëshmoj kombin edhe kulturën dhe traditën time në rrethin ku jetoj, edhe shpesher edhe në Facebook ose unë e publikoj gjanat edhe shqip edhe gjermanisht, dhe me thonë është për mu shumë e rëndësishme njëna dhe tjetëra, edhe pse unë e shërbejtash në gjuhën gjermane, shpeshere kam dështë edhe në do një pagzim ose konur edhe në gjuhën shqipe, por për mu janë dyjat të rëndësishme. Do me thonë, kjo është Kisha rënja... për çdo besimtar, për te prejardhjes etnike që mund të ketë secili? Po, natyrisht sepse feja është jashta kufive dhe ne gjithë jemi krijesa të Perëndis si njerëz, bija dhe bit hyjt, pa arsye çfarë gjuhë, pa arsye çfarë kulture kemi, dhe për mua është shumë e rëndësishme që ne jemi bija dhe bit të hyjt, dhe secili njeri ta ketë dignitetin njerëzor, dhe më thonë pa arsye kush është, pa arsye çka është, pa arsye prej nga vjen, ne jemi të krijuar prej Perëndis, prej hyjt, dhe jemi bijat dhe bit e hyjit. Çështjet e mjedisjeve kulturore janë të konfrontuara mes veti ndonjëherë çështja e civilizimeve, e asaj prejardhje kulturore të atij apo këtij besimi, por Zvicra është një vend, një shtet laik ku respektohet secili besim. Po më intereson ju keni ky titull kanonik që keni marrë në fund vitit 2019. Do doja ma shpjegoni më shumë mu dhe audiencës Don Marian. Sepse jeni shqiptari vetëm që e keni këtë titull, këtë gradë, nëse mund ta them, nga peshkëfia. Kulturat janë pasuri për njëri tjetrin. Do të thonë, nuk duhet me pa kulturën si diçka që është pengesë. Çdo kulturë është pasurim në botë. Kjo kishte me qenë si një mozaik që ka ngjyrat lloj-llojshme, por ngjyrat e lloj-llojshme e bën një figurë, një pikturë të bukur. Kështu është edhe me kulturat. Çdo kulturë është pasurim për botën. Edhe gjuha, edhe kultura, edhe tradita, edhe ajo shqiptare, edhe ajo zvicerane e pasuron botën. Dhe për atë arsye nuk duhet me pa si diçka që është e huaj, por si pasurim. Unë mendoj se në Zvicër e shohin këtë, se çdo gjuhë, çdo kulturë është pasurim i shoqërisë. Mendoj se dhe populli shqiptar dhe kultura jonë është pasurim për Zvicrën. Çka i përket kanonik, unë jam prej 2019 kanonik në IPSHMIN në San Gallen, dëshiroj ta shpjegoj se IPSHMIA San Gallen ekziston prej vitit 1847. Edhe prej asaj kohe, kur nuk ka pas një kanonik jo zviceran. Unë kam qenë kanoniku i parë që është zgjedh në këtë detyrë. Detyra kanonikut në IPSHMIN në San Gallen është që të jetë këshilltar i IPSH-ve. Do të thonë, në IPSHMIN në San Gallen janë 13 kanonik, të cilët janë bashkëpunëtor më të afër të IPSH-vit. Edhe një detyrë tjetër që është një privilegj
e këtë privilegje kanë vetëm 2 i peshqvini në botë, i peshqvnia San Gallen dhe e Bazelit, e kanë për të zgjedhur i peshqvin. Praktikisht kanonikët e zgjedhin i peshqvin e San Gallen. Ju votonim në një mënyrë tjerash. Po, na e propozojmë dhe na e zgjedhim. Kanonikët janë, me thonë me një mënyrë, si kurse janë kardinalet rreth papës, që e zgjedhin papën, ne kanonikët jemi si kardinal rreth i peshqvit, që e zgjedhmi i peshqvin. Tash, po e tregoj që zgjidhet i peshqvi në San Gallen. Kur selia i peshqnor është vakant, të më thonë i peshqvi ose ka vdek, ose është pensionu, ne kanonikët bashkohemi dhe bëjmë politikat cili i peshq kishte me qenë mas mirti për i peshqvin e San Gallen. Rastin e fundit ne kim pyetën gjithë besimtarët dhe njerëzit që punojnë kish, cili është profili më i miri për të zgjedhur i peshqvin. Edhe ka qenë 3 muaj ditë. Meshtarët dhe ata që punojnë në kish dhe besimtarët kanë dhënë mundësitë e profileve të ndryshme, çka duhet të ketë sot i peshqvi, jo emra, por profili që është e nevojshme. Në bazë saj, ne jemi takuar dhe ne kemi bë listën prej 6 kandidatëve. Do të thonë është me rregullore mes Vatikanit dhe San Gallen që ne të propozojmë një listë prej 6 kandidatëve. Ju e keni këtë privilegj? Po, kanonikët e bajnë, do të thonë ne i kemi marrë ato kulumtimet prej popullit, i kemi analizu, kemi pa profilet cilat janë më të rëndësishme dhe në bazë saj kemi bërë një listë prej 6 kandidatëve. Me gjithë ata 6 kandidat, ne bëjmë një intervistë. Çka ai kishte me bë si i peshq, cila kishte me qenë detyra ti, a kishte me plotësue ato kriteret që populli dhe besimtarët dhe meshtarët dhe punëtorët në kish i kanë kërku, dhe në bazë saj ne dërgojmë një listë prej 6 kandidatëve në Vatikan. Selinë e Shenjtë, po? Selinë e Shenjtë. Selia e Shenjtë, do të thonë përmes kongregatës për zgjedhjen e peshqvive, përveç nuncit hulumton listën e 6 kandidatëve. Që ata 6 kandidatë që i merë, atëherë hulumton. Për shembull, unë kam qenë një kandidat ose jam një kandidat, pyesin shumë njerëz që mu më njohin çfarë karakteristika kam, çka kam gjëra negative, çka janë pozitive, do të thonë hulumtojnë ata 6 kandidatë. Selia e Shenjtë mundet me hek dikon prej listës. Mund me thonë kë nuk është i përshtatshëm për neve, edhe ose kthen listën prej 6 kandidatëve, ose Vatikani mundet me bë dhe këtë, do të thonë prej 6 kandidatëve e dërgon një terna. Terna janë 3. Do të thonë prej 6 vetëve që ne i kemi dërgu, i çon 3 kandidat që ata mendojnë që janë më të përshtatshmit për i peshq, edhe ne atëre caktojmë një ditë, edhe ne bëjmë votimin e atyre 6-ve që i kemi dërgu, ose një terna, një prej 3-ve, e zgjedhmi një, edhe ja çojmë Selisë Shenjtë, se kjo është i peshqvi San Gallen. Ju vendosin, domethënë. Na vendosmi, derisa na votojmë, njerëzit lutën në katedral, edhe kur ta votojmë i peshqvin, del dikush prej kanonikëve dhe thotë kemi zgjedhë i peshqvin, nuk e tregon emrin, por pas 2 ditëve shpallet. Ju e dini para papës kush zgjidhet i peshqvi? Po natyrisht se unë e kam ditë para papës kush është i peshqvi San Gallen, se në të martën kemi bë votimet me 20 maj, e me 22 maj kemi bë votimet, e me 24 maj është shpallë Vatikan. Ka qenë e martë vitin e kaluar, edhe tejtën është shpallë prej Vatikanit. Këtë privilegje keni vetë ju aty? Privilegji për zgjedhjen e peshqvit është vetëm në i peshqvinë e San Gallen dhe në i peshqvinë e Bazelit. Nuk ka asnjë kish në botë që e zgjedh vetë i peshqvit. Ka dhe një privilegj që për shembull e ka i peshqvnia Kurit, ku Selia e Shenjtë bën hetimet edhe çon listën një terna, 3 persona. Edhe kanonikët prej 3 personave e zgjedhin një. Privilegj tillë kanë edhe disa i peshqvni në Gjermani, nuk e di sa, por për ndryshe zgjidhet drejt
prej Vatikanit. Sa janë të lidhur sot njerëz me Zotin? Si e shihni? Unë mendoj se njerëzit janë shumë të lidhur me Zotin, por shumë njerëz ka që nuk praktikojnë fejnë, sepse në botën e jashtme jeta është shumë dinamike, ka shumë mundësi, edhe njerëzit nuk gjejnë kohë. Si do tjetë, njeriu është një qenje që është i lidhur me Zotin, se e din se ka diçka, për shembull për te natyrës njerëzore, por shpeshherë njerëzit prej angazhimeve të lloj-llojshme nuk gjejnë kohë për praktikimin e fesë dhe ndoshta nuk janë shumë praktik, por njeriu është qenje që është e lidhur me Zotin, sepse njeriu është prej trupit edhe prej shpirtit, dhe shpirti është dhuratë e Perëndis, e hyjit, dhe njeriu nuk mundet mos me hetu se ka diçka hyjnore në vete. Do të thonë, ne si njerëz, unë shpeshherë kur shkoj në përgatitje për pagzim, ju them prindërve, si njerëz jemi të kufizuar në kohë dhe hapësirë. Ne mund të jetojmë edhe 120 vjet, por është e kalume. Por jemi edhe të përjetshëm, sepse kemi dhuratën e shpirtit që është prej hyjit. Dhe këtë ka çdo njeri, dhe nuk mundet që njeriu që mos ta vlejnë se është edhe dhuratë hyjnore. Pra njeriu është toksor prej dashurisë së prindërve, por është edhe hyjnor prej dhuratës hyjnore. Dhe për atë arsye njeriu nuk mund të jetë jo i lidhur me hyjin, edhe pse ndoshta nuk e praktikon. Çfarë ndjen teksa ligjeron për Biblën, për Zotin, për dedikimin që njerëzit duhet ta kenë ndaj Zotit? Çfarë ndjen? Unë e shoh veten si ndërmjetësues dhe asgjë tjetër, sepse çdo njeri ka mundësinë që të ketë lidhje me Perëndin, me hyjin. Do të thonë çdo njeri është i lidhur me hyjin, edhe lutja, për shembull që ne e bëjmë, është mënyra më e mira që bisedoj me hyjin. Unë si meshtar e një veten si një ndërmjetësues mes hyjit dhe njeriut, ose mes njeriut dhe hyjit dhe asgjë tjetër. Do të thonë, ne mundohemi që njerëzve t'ju tregojmë rrugën e cila neve na çon në amshim. Dhe në atë aspekt është shumë e rëndësishme, pa arsye çfarë feje kemi, pa arsye çfarë gjuhë kemi, ne jemi krijesa të hyjit, dhe për atë arsye, pa arsye çfarë flasim, pa arsye çfarë besojmë, ne jemi bija dhe bij të hyjit, pa arsye çfarë feje kemi, ne jemi njerëzit e dashur të hyjit. Neve Perëndia na don si shqiptar, si zviceran, si katolik, si musliman. Do të thonë, ne gjithë jemi krijesa të Perëndis, dhe çdo njeri ka dinjitet njerëzor dhe hyjnor, dhe çdo njeri është krijesë e Perëndis. Pa arsye çfarë flet, pa arsye çfarë gjuhë ka, pa arsye çfarë beson, pa arsye çfarë feje ka, është krijesë e Perëndis, pra Perëndia e don çdo njeri, pa arsye kush është edhe prej nga është, edhe si flet, edhe çka beson. Ju keni bërë lumtime, keni shkruar disa vepra, keni Jezusin nga Nazareti, tregime për fëmijë, është në gjuhën shqipe. Është shëniketa i peshkëv i Remisianës, që nga Dardania e vjetër, ke bërë studime mbi etimologjin prejardhjen edhe kulturore, të asaj historie, para mesjetës e matutje, kush ishin shqiptare, se gjuha shqipe është një prej gjuhë më të vjetra indo-evropiane. Kemi atë histori që e kemi së fundit ligjëruar më shumë ndoshta për Gjergj Kastriotin, por do doja çfarë ju ka bërë përshtypje të historia shqiptare, kur ja shpjegon ndoshta atë histori edhe ndonjë zvisranin për lashtësinë e kombit ton, për kontributin e figura të rëndësishme
të po këti kombin pikpamje edhe kulturore, si ishin shqiptarën, ose arbrit e kohës, dardanet e kohës? Ju i përmenë disa vepra që unë kam bërë dhe çdo vepër ka domethënien e vet. Për shembull, Jezusi prej Nazaretit është një libër, se kam qenë misionar, unë e kam bën këtë libër për fëmijë. Me shti fëmijët me lexu shqip. Dhe me thonë ka pas një rëndësi të madhe. Praktikisht gjithë Biblia është shpjeguar në mënyrë të thjeshtë për fëmijët dhe që fëmijët të lexojnë shqip. Pra ka pas një kuptim katehestik që fëmijët të lexojnë Biblën në mënyrën e tyre, por edhe të mësohen shqip dhe të mësojnë me lexu shqip. E ka një domethënie shumë të rëndësishme. Shëniketa i peshqve remesianës është punimi i magjistraturës, këto është edhe harta e shekullit të 4, që tregon lashtësinë tonë. Unë sa kam qenë Vjenë, unë kam magjistru bi Shëniketën. Shëniketa ka jetu në vitin 340 deri në 420. Ne saksisht nuk e dim as kur ka lind, as kur ka vdek. Por kjo është periudha parafërsisht që ka jetu. Ai ka shkruar 6 libra thjeshta për pagëzimin e të krishterë, ata që janë përgatit për pagëzim. Shekullin e 3. Shekullin e 4. 340-420, edhe ai në mënyrë shumë thjesht edhe shumë thukt e tregon përgatitjen e kandidatëve që janë përgatit për pagëzim. Çka është besimi, çka është hyji, çka është Krishti, çka është shpirti i shenjtë. Atëherë ka pas edhe shpjegime të gabueshme mbi hyjin, dhe kjo është mundue që sipas koncilit të Nicejës, që ka qenë 325, ta shpjegon aspektin fetar. Çfarë duhet besuar me qenë bi edhe bir i hyjit. Shëniketa ka lind në Remesion. Remesiona është sot Bela Palanka, shumë afër Dardanis, edhe afër 40 km prej Nishit në drejtim të Bullgarisë. Pra mu më ka shty kjo me lexue me pa kohën e atëhershme historike. Praktikisht në shekullin e 4 kisha në këto treva ka qenë e organizume. Shekullin e 4? Po, dhe më thënë, ne kemi një histori shumë të lashtë, shumë të pasur, sepse kjo tregon një kishë të organizume në shekullin e 4, dhe këto shifën, për shembull, edhe kisha në Dardani, në Shkup, për shembull, se Shkupi ka qenë qendra e Dardanis, jo Prishtina. Është shumë interesante. Edhe këto, për shembull, është Remesiona, këto janë pikat ku kanë qenë kishat në atë kohë. Tutën po. Edhe është shumë e rëndësishme organizimi kishës. Ne kemi një histori shumë të lashtë. Stipçeviqi, për shembull, që është marrë shumë me Ilirët, thotë se nuk mundesh të studiosh Ilirët nëse nuk din shqip. Ilir, kanë qenë të lirë. Ilir, po. Për shembull, e kemi delmatët, janë marrë me delme, do të thonë kanë qenë njerëz që kanë qenë barin. Sa Dalmacia, për shembull, më ka thënë një profesor se Dalmacia është Ilire, kanë qenë fise Ilire, sa dhe thojmë Delmatët, Dalmacia. Do të thonë, shumë gjona që i kemi sot mund shpjegohen prej gjuhës shqipe, prej ilirishtës, ose trashëgimia e ilirishtës është gjuha shqipe. Dhe për atë arsye ne kemi një kulturë shumë të rëndësishme, unike, dhe jemi vendor këtu, nuk jemi të ardhur. Do të thonë, slavët kanë ardhur në shekullin e 4, a kanë ardhur prej Karpateve, është një çështje historike, po s'është me rëndësi, por ne jemi autokton këtu, edhe kjo është e rëndësishme se ne kemi një kulturë, edhe në aspektin
kishtar, unë nuk po du me hinë 5 minuta krejt historit me shpjegu se bu shumë begon për 5 minuta me shpjegu historit, por ne kemi një lashtësi shumë të madhe. Kemi shenjtrit e parë, në shekullin e parë, shën Astin në Durrës, që jep jetën. Kemi shën Florin dhe Laurin, shekullin e dytë, prej Ulpianës. Do me thonë, këto ka qenë kisha e organizume prej shekujve të parë, do me thonë që thonë, ne kemi marrë fejen prej Romakëve, nuk është e vërtet, sepse Romakët dhe në vitin 313 kanë persekutu kishën katolike. Edhe mreti Konstantin, që ka qenë prej Naisus, prej Nishit, do me thonë që ka qenë pjesë ilire, ai mënyrë të mrekullueshme fiton luftën mbi Romakët. Edhe e ka një vizion. I paraqitet një kryq në qiell, me këta kime fitu. Fiton luftën mbi Romak. Dhe ai e jep lirin fetare. Sot me shku në Romë, ti Romën s'munesh me mendu pa mretin Konstantin. Do me thonë ti me shkue të gjithë shkojnë, për shemëll të si thojnë aja, së është e Romullak, s'mu kujtoj kebre. Cilat cirkus... Po, kam qenë edhe. S'mu kujtoj kebre, si thojnë... E kalojmë mase par sekunda. Do me thonë aty është triumfi i mretit Konstantin, triumf ajo urat ose kalimi triumfit Konstantinit. Për shembull me shku të San Giovanni in Lateran, është kisha kryesore, kisha papnore, më kryesore në Rom, është Pagzimoria, ku është prej kohës të mretit Konstantin. Ai ka ndërtu kishat e para në Rom. Do me thonë, ne kemë dhënë një kontribut për këtë civilizim perëndimor, zot. Në Romën nuk mundesh me mendu pa Konstantinin. Do me thonë, gjitha kishat e para janë të ndërtume prej Konstantinit. Dhe kjo është një realitet, dhe e ka dhënë lirin fetare. Romakët kanë qenë kundër krishtenizmit, edhe kur unë lexojnë libra shqipe se Romakët na kanë sjellë ne krishtenizmit, ajo është histori primitive. Do me thonë që s'ka kurfar baze historike. Do me thonë mreti Konstantin gjitha bazën kryesore të kishës në Rom ai e ndërton. Do me thonë edhe është shumë e rëndësishme që ai e sjell kulturën tonë. I diskutoni këto në forume ndryshme mbi figura të rëndësishme të shqiptarëve që për shekullit 3-4 që janë kontributor të këtij lloji civilizimi. Ata e din gjithkush. Ata kush e njeh historinë, sa do pak, një histori thjesht, do me thonë një histori mesatare, ata gjithkush e din. E din që shqiptarët? Është e qartë, se është prej Naisus, prej Nishit, pra ai ka qenë që e ka dhënë 313 me marrëveshjen e diktit të Milanos lejohet feja e krishterë. Pra do me thonë, prej vdekjes Krishtit, Krishti ka vdek dikon vitin 30, 33 vjeçar pas Krishtit, ose të erës sonë, prej vitit 30 deri 313, Romakët kanë pas mbretërit e tyre. Mbretërit kanë qenë dhe perëndi, edhe gjithë shka që ka qenë kundër saj kanë persekutu. Të krishterët kanë qenë të persekutum. Martir, mas shumë të i ka pas kisha katolike në 3 shekujt e parë, sepse Romakët i kanë persekutu. Si mund thot dikush se ne kemi marrë fejen prej Romakëve? Si? Ne kemi edhe në Bibël, që Shën Pali shkruan Korintianëve, e shpalla ungjilin deri tek Romakët. Dhe më thonë, kur ka shku në udhtim për në Romë, sigurisht ka kalu në për trevat ilire, nëse kemi saksisht ku edhe si, por sigurisht ka kaluar në trevat ilire, dhe ata ku kanë shku kanë predikue. Dhe nëse linë në shenjë, gjitha këto në Vatikan janë të evidentuara që shqiptarët i lirët ishin kontributor të ati lloj universi, nëse më ta them, kulturor. Ne nësë kemi asë në Bibël, kemi gjana, për shembull, kemi pjesë
Turqisë sotme, për shembull qytetet ku ka shku Shën Pali ka prediku. Por ne me ata kemi edhe ilerët që përmenen. Nuk kemi diçka tjetër, si kemi as Gjermanët, si kemi as Austriakët, si kemi as Zvicranët, as Anglezët, por kemi Ilirin. Kjo është për mu shumë e rëndësishme prej shekujve të parë. Do të thonë, ne kemi një histori shumë të lashtë që neve na bën krenar, edhe ne kemi një argumente shumë të mëdha të krishterizmit të hershëm. Për lashtësi. Prej Ilirisë, arbror, edhe sot për shembull, mjerisht që jemi sot një pakicë e vogël, por kjo është realiteti historik që historia ka bërë vetë. Për plasjet, se ka dhe njerëz që debati kulturor ka marrë për masa ka pak deformuese, nëse mund ta them domethënë, edhe mbi historinë, mbi këto tema që po flet mbi lashtësinë, mbi atë brum që kishin shqiptarët për ta parë krishterimin sot në Evropë. Shën Pali ta zëm që ka lajmëru Vatikani Romën atë kohë, mbi përhapjen e ungjillit e kështu me radhë, por Kosovë si e shikoni këtë debat mbi figurat e ndryshme kombëtare? Pak nuk po di çka të them, sepse unë tash nuk jetoj këto, i shoh do gjona, por debatet që bëhen duhen me qenë të nivelit. Do të thonë, debatet gazetareske për mu janë të nivelit primitiv, po e them ashtu. Nuk është shkencor. Për mu është e rëndësishme që historianët, shkenca, të dëshmon të vërtetën. Mu nuk më pengon se shumica e shqiptarëve janë musliman. Nuk më pengon. Por duhet me thonë të vërtetën. Çka ka ndodhur mbi historinë, pse ata janë musliman, çka ka ndikuar që ata janë musliman. Do me thonë vetëm thuhet e vërteta, asgjë tjetër. Ne nuk muim historinë ta shtremojmë. Do me thonë historia duhet me qenë e saktë, dhe kjo është për mu e rëndësishme. Ne jemi të vetëdijshëm që ne jemi shqiptar me një kulturë shumë të lashtë, do me thonë prej të parëve në Ballkan edhe në Perëndim, me një kulturë të krishtere, por historia osmane e ka bërë vetën, për shembull që shumica janë konvertu në islam, dhe ndoshta shumë sot nuk kanë faj pse janë ashtu, por duhet me thonë realitetin. Do me thonë kjo është për mu e rëndësishme. E ky realitet në sy tuaj si po trajtohet? Ke mundur të ndjekësh lloj diskutante që flet mbi historinë, mbi perandurinë osmane, thasëm, ka të tillë edhe që thonë, nuk është numër i vogël që perandoria osmane shpëtoi identitetin shqiptar. Nuk është e vërtetë, sepse Osmanlit, mu po vjen keq me thonë, asgjë nuk kanë sjell në aspektin kulturës. Pse në kohën e Osmanlive kemi shkolla gjithka, të na s'ka shkolla, do me thonë nuk sjell as shkollë, as kulturë. Osmanlit kanë shkatërru gjithçka. Unë nuk po them muslimanët mos të më keq kupton dikush keq, por Osmanlit kanë shkatërru. Osmanlit kanë qenë pushtetar. Osmanlit kanë mytë dhe kanë vrarë njerëz. Unë e di, për shembull, për të parëve të mi, unë jam biri i Frokit, Froki Kolës, Kola i Markit, Marki Zefit. Zefi, do me thonë, sa për bjen 1846, në Karadak janë marrë krishterët, janë qenë në Anadoli, prej 178 vetëve, janë kthy vetëm 79, pse s'kan dashur mu bë musliman. E tash kush mund mu shpjegue se e kanë pranue muslimanët të lirë fejen. Kur të parët e mi janë persekutu, unë e di prej të parëve të mi. Do me thënë, s'kam nevojë me lexu histori. Do me thënë, kanë pas një jetë më të mirë, nuk ka dash me pagu ta temë. Dashta dikush edhe u kthye me vullnet, nuk u du me diskutu. Por Osmanlit kanë qenë pushtetar, Osmanlit kanë shkatërru, nuk kanë sjell kulturë, kanë shkatërru gjithçka, dhe kjo është realitet. Jo vetëm këtu të na, por gjithkund. Ne kemi Austro-Hungarinë, për shembull, që kanë qenë në kohën e luftës parë botërore dhe mas Osmanlive dhe në kohën e tyre.
ti kini ndërtesë prej tëne, kini kulturë prej tëne, kini urë, kanë bë prugën, ti ki pas prugë Prizren. Shkollat nuk i ndalë, nuk i përkundazi. Kanë kriju shkollat e para, do më thënë, ti ka sjell diçka, ti shef, çka ka sjell Osmanli, çka? Ma trego, hamam, çka ki prej abovë? Do më thënë, çka kemi? Nuk kemi asgjë. Osmanlit kanë shkatru. Mu ma ka thënë një mjek, po ta thëmë dhe këta, ma ka thënë një mjek, pse ortodoks, serbt, kanë pas shkolla, grekt kanë pas shkolla, pse nas kim pas? Këmë thënë, a kuptan se Osmanlit nuk kanë sjell asgjë, kanë shkatru, ke qenë nën pushtimin e Osmanlive, edhe ne për atë arsye jemi në këtë gjendje. Edhe kur i kemi shkollat e para, në fillim, për shembull, shekullit kalum, Austro-Hungaria, kur vjen, sepse kisha katolika, shumë interesant, ne kam edhe një botim që është bërë dhe në Vjenë, kisha katolike në kohën e Osmanlive ka qenë nën protektorat të Austro-Hungarisë, të më thonë si mbrojtës i krishterëve, edhe për atë arsye Shkodra është quajt Vjena e Ballkanit. Për shembull në këtë lidhje është pushtimi osman ka fundos trashëgimin kulturore edhe atë fetare të shqiptarës pas jush. Po, ajo është e saktë, ajo është e argumentuar. Do të thonë ata Osmanlit nuk dëshirojnë më kuptu dikush me krahasu Osmanlin me musliman. Por Osmanlit kanë shkatru gjithçka. Si mbretni. Ata kanë dashur me pushtu, edhe ata kanë gjithçka kanë shkatru, aty nuk kanë interesu vetëm me pas sa më tepër. Edhe çka është e rëndësishme, shpesh herë kur Osmanlit kanë pushtu Konstantinopolin, Stambollin e sotshëm, e Stambolli është qendra e ortodoksisë, ata kanë pas edhe një partner për me arrit deri në Vjenë dhe në Vatikan, të më thëmë kishën ortodokse, me qenë kundër Vjenës edhe kundër Romës, edhe atëherë ata edhe ruse, atëherë ata kanë shfrytzuar, na kem pas kishën ortodokse, po më vjen keq me thonë, është e dhimbshme si anmik, edhe kem pas Osmanlit si anmik. Edhe praktikisht ne kem pas dy anmiqësi që ti s'ki mujt më zhvillu, por gjithçka ka qenë shkatruar. Ata kanë pas shkollë, ortodoks kanë pas shkolla. I ka lejuar perandoria osmane. I ka lejuar sepse ndaj tyre kanë qenë lojal. Me perandorinë ruse ishte një marrëveshje edhe me kishën ortodokse që ata të gëzonin drejtat e tyre në këmbim të ambiceve që kishte perandoria osmane për shku për te. Po, ka pas kohët e fundit edhe me Austro-Hungarinë. Po shpesh herë nuk i kanë marrë. Kisha ortodokse ka qenë bashkëpunëtore e shqiptarët të ndodhen në një val sundimi, në një val okupimi, rrjedhimisht të ndodhen në historinë e tyre shqekuj me parë, në gjithë këtë tundim me kërcënim të madh të trashëgimisë tyre historike. Kjo është një realitet. Përsëri unë po them nuk kam profesioni im historia, por unë e di për historisë përgjithshme, ndoshta si një qytetar i thjesht. Dy qëllime kishte sipas historianëve perandoria osmane. Fazën e parë, pushtimin, sundimin mizor të egër dhe kapitulli i dytë që ka të bëjë me përhapjen e besimit islam kudo. Sipas historianëve që. Po ajo është e vërtetë. Ata dhe e kanë bën, ku kanë shkuar e kanë bën. Do të thonë ti si musliman ke pas privilegje, është kanë 500 vjet. Të më thënë ki pas privilegje dhe gjatë 500 viteve shqiptarët kanë konvertu. Këta mos më pengon dikush një shqiptar është një vllai imi që është për shembull me fe islame, por duhet me thënë realitetin historik. Kjo ka ndodhur, unë jam me vedije musliman, nuk është kurfar problemi, por duhet ta njeh të vërtetën. Pra edhe kjo për mua është shumë e rëndësishme. Edhe mu shumë pengon që shkojnë edhe shtrëmojnë historinë reale. Përgjesh kandidatin për shembull i ndëgjoni komentet për të se çfarë thonë. Njerëz të ndryshëm, vend i lirë, liberal, për mua Gjergj Kastrioti është si Mojsiu me slidhen e vjetër. Mojsiu është marrë si fëmijë.
në Egjipt. Edhe në Egjipt është përgadit gjitha mundësit shkollore të asaj kohe. Edhe ka qenë i privilegjum. Por Mojsiu, kur ka qenë i vetëdijshëm se nuk është egjiptias, ai është kthy kundër Egjiptit, me çliru popullin, me nxjerr liri, prej robrie dhe liri. Skënderbeu ka qenë njëjtë Gjergj Kastrioti, është marrë i vogël, por kur ka qenë i vetëdijshëm, kush është? Ai ka luftu për identitetin e vet. Ai s'ka luftu për fe, ai ka luftu për identitetin arbror, po e them se në atë kohë kanë qenë arbror, edhe kjo është për mua një simbiozë mes Mojsiut në Bibël edhe Gjergj Kastriotit dhe besjet, dhe me thonë dhe popullin shqiptar, sepse ai ka luftu për ta çliruar popullin nga robëria edhe ka pas kryengritje dhe tjera prej kishës katolike, për shembull gjatë historisë, por ai ka qenë promotori i asaj që të lirohet nga Osmanlit, sepse e ka pa që është në dëm të kulturës, në dëm të popullit, në dëm të gjithë shkaje, edhe ai, domethënë, ka qenë i privilegjum. Gjergj Kastrioti ka qenë i privilegjum, Skenderbeg, pra i privilegjum, por ai nuk ka dasht me jetu privilegjin, por ka dasht me luftue të vërtetën. Ata e ban identitet. Edhe kjo është lufta. E dikush që të fletë, të shkruan, për bue nuk vlen që njerëzit të koncentrohen ato gjona, sepse mendoj se është niveli i ulët i shoqënisë, edhe njerëzit që nuk e dinë, atëre mirën me gjona tilla. Ai ishte burim frymëzimi për çdo kryengritje, edhe për kryengritje që u shtypën në periudha sporadike nga perandoria osmane. Gjergj Kastrioti dhe kryengritja e tij për shtetin shqiptar, për ato 25 vite që qëndroi, ishte burim frymëzimi që kryengritja për identitetin të mos ndalet kur për lirinë, për një shtet që mbroj atë prejardhje të lashtë kulturore historike. Dhe ishte për kulturë evropiane, dhe për atë arsye kontakti edhe me papën dhe me diplomatët. Ai ka qenë edhe diplomat, ai ka qenë dhe strateg, ai ka qenë dhe luftetar. Do me thonë, në atë periudhë që atëherë lëvizja ka qenë shumë më vështirë se sot me fluturu me aeroplan, ai ka qenë edhe strateg, edhe politikan, edhe ka qenë pro-evropian, edhe kjo është shumë e rëndësishme, edhe ka qenë i vetëdijshëm. Çka përsëri po e them, një gjë thjesht, ai ka pas privilegje shumë të mëdha prej Osmanlive, por ai ka qenë i vetëdijshëm kush është edhe çka është, edhe për atë arsye për mua është shumë e rëndësishme që ai ka ekzistuar dhe ka bërë gjithçka për identitetin, kulturën dhe shtetësinë shqiptare. Arbrore, po e them se shqiptara ma vonë. Në shtetësi ku në një ngjarje të rëndësishme, po ashtu për shqiptarët, me 17 shkurt 2008 ishe bashkë me presidentin e Zvicrës, në një kalendar, ndoshta aksident, por për ju nuk është aksident në kuptimin e atij takimi me presidentin Kallmirej për turu shtetin e Kosovës, një takim që keni mbajtur, atje do doja edhe njerë ta rikthejmë. Si ishte një intervistë që e kishim bërë në RTK, por do doja tha t'japim detaje me këtë. E rikthejmë me kënaqësi. Thirrën në atë frymëzim besoj, nga Skënderbeu, nga heroj që ka dhënë kombi shqiptar, nga lufta UÇK-s, nga Adem Jashari, nga gjithë njerëz që kanë luftuar burimi kishin Skënderbeun, atë kryengritje për të mbrojtur identitetin ton, lirinë ton, të drejtën ton për të jetuar të lirë në kulturën tonë. Për herë rikthehem me kënaqësi, sepse edhe vetë sot nuk e di ç'është ka ndodhur, po ka ndodhur. Unë për herë kam dashur me falendëru Zvicrën për shumë shqiptarë që jetojnë atje, domethënë për mirëqenien që kanë shqiptarë në Zvicër, llogaritet që jetojnë 300.000 shqiptarë, shpeshherë me numra spekulohet, por është një realitet. Edhe kam dashur një herë me thënë Zvicrës faleminderit. Edhe një ide që ta thirri Michelin Kallmirejin me një mesh, mi thonë faleminderit ty edhe Zvicrës, sepse ajo e para ka thonë Beograd
se Kosova duhet me pas një pavarësi. Në Beograd, e ka thënë e para, prej politikanëve. Po. Edhe atëre kom dash mi falendrua asaj edhe Zvicrës. Edhe unë i kom shkru një letër me 12 dhjetor 2007. Edhe i kom thënë, të shërajt ju falenderoj juve dhe Zvicrës për gjitha ato që shqiptarët i përjetojnë në Zvicër. Ajo ka vendosë për Krishtlindje 2007 me ardhë me 17 shkurt 2008 në Vel. Unë i kom thënë muni me ardhë parën dhe tretën dile në Vel, ku kom pas mesh, ose dytën dhe të katërtën dile në Frauenfeld. Aja ka vendosë me ardhë tretën dile në Vel. Edhe sekretaresha e saj më ka thirë me 5 janar 2008 edhe më ka thënë zonja Michelin Kalmirej, që ka qenë dhe kryetare e shtetit, sepse në Zvicër për çdo vjet bërohet kryetari, është i pari dërtpart, thret dhe thot, Michelin Kalmirej ka me ardhë me 17 shkurt 2008. Edhe unë mëngjes shkova në Zyre, edhe me thonë me ish, para se thash me ishën në ngova, kim pas atër telefona dhe ato sekretaresha që lashin porosin. Kur për dëgjoj sekretaresha e Michelin Kalmirej, vjen me 17. E thira me një herë, edhe më tha se vjen me... Okej. Atër e thash Michelin, dhe tani kom fillu organizimin. Edhe natyrisht se ka qenë një knaqësi. A shumë e rëndësishme, 2 javë për para, NZZ, Neue Zürcher Zeitung, është gazeta më e rëndësishme e Zvicrës. Ka shkru për këtë lajmë. Edhe unë kom shku me një takim në Zürich, kom qenë me një komision për misionet e huja, po më pyet një mik, thot, kur ato shpall Kosova pavarur? Thot, shka di unë, kur ato shpall? Po thot, që ka po shkru në gazet? Kishte shkru NCC-ti, so një kom thirë gjitha mass mediat, edhe televizionin edhe gazetat, që ka po shkruan? Po shpekulohet mes Washingtonit edhe Moskës, mes Bryselit edhe Prishtinës për ditën e pavarësisë. Por saksisht po duket se e din misioni katolik shqiptar në Sirna ka ftu zonjën Michelin Kalmirej për me falenderue. Edhe dhe më thanë NCC-ti e shkruan, edhe aja ka ardhë me 17 shkurt, 2008, me një mesh, ka ardhë me tren, është shumë interesant se edhe këta e shpjegoj me shumë qef, duke ardhë as me helikopter, që ka pilot Zvicra, as ka ardhë me kjerë të përcjelje, as me koka të rrube edhe ato të gjuset në vesh, por ka ardhë me tren. Dhe keni dalë, Kom dalë, kom prit në stacion trenit, e kom ditë cëllin vagon është, e kom prit, e kom marrë me kërë, edhe e kom qu të kisha, edhe shumë është interesant që ka qenë një polec në civil, me mund makinë, edhe i ka thonën, sa kim shku prej stacionit treni, dërë të kisha, ka thonën, s'kam nevoj më mërujt, unë jam e sigurt, e një vetën sigurt, edhe s'ka nevoj. Asu po, prania e polecve ose dikojt, ka qenë shumë e thjesht, ka nejtë në mesh, në fund të meshës, unë e kom përshëndet, edhe ajo ka mojt një fjalim, edhe që ka qenë e rëndësishme, gjithë Zvicra, gjdo orë, ka thonë fjallin time, faleminderit Zvicër. Edhe ka qenë një knaqësi, për shembull një mirënjohje që ka ndodhur në Zvicër, edhe mendoj, ndoshta po mjet levdat, por mendoj se një përjetim si ne që e kemi përjetuar në Zvicër, nuk ka pas askon në botën shqiptare në botë. Sepse na të themi një falenderim që me të vërtet kom dashur dhe shpeshherë e tham, nuk e di që shka ndodh, por është një realitet që ka ndodhur dhe është edhe këtu në Kosovë. Ju jeni besimtar, besoni se do gjëra. E kom pyeten, edhe kjo është e rëndësishme, kur ka ardhur prej stacionit treni deri te kisha, i kom thënë, a ki ditë se me 17 shkurt do të shpallet Kosova pavarur. Ka thonë, nuk e kom ditë. Atëri kom thënë, madam, është një shenjë prej qilit. Edhe gjdo politikani në Kosovë, para 2 vjetëve më duket, ja ka thënë kryetarja një mirënjohje, ja ka përmen. Gjdo politikan shqiptar që takohet me të, ka thënë priti, madam, kjo shenjë prej qilit.
ka qenë një shenjë prej qiellit. Unë shpeshherë mendoj çish ka ndodhur me atë datë që unë e kom thirrë me 12 dhjetor, që ka vendosur për Krishtlindje, që ka ardhur me 17 shkurt, që kurkush se ka ditë, është shumë interesant. Po. Na e kim shpallë përpara se na kim pas meshën 30-30, 14-30 ajo ka bajt fjalim, 15 duke të shpallë Kosova e pavarur. Parlamenti ka shpallë. E thirrë për ta falendëruar për shqiptarët që ka po për Zvicrën dhe u lidh një ngjarje madhore me historinë. Po unë faleminderit që e përmene, me shumë kënaqësi e përmeni se krijon të unë emocione, shpeshherë mendoj çish ka ndodhur, çish ka qenë e mundshme dhe që ka qenë zdi me shpjegu. Por është një shenjë prej qiellit. Unë e di, nuk e di, është një farë lloj mrekullie. Sa mendon se janë mirënjohës shqiptarët për aleatet që bën për ne? Në Zvicër, unë mendoj se shqiptarët janë mjaft mirënjohës, sepse në Zvicër shqiptarët kanë dhënë një kontribut madh, që tash na kemi botënorin, një kapiten shqiptar i Zvicrës me vite, kur s'ka pas. Granit Gjaka, po. Granit Gjaka, aja është një pasuri, aja metet, një kulturë. Një ditë unë kam qenë me një shkollim më të tjeshëm, takova shumë miqë Zvicran, edhe më duk shumë interesant të dëgjova për Zvicrës. Tha, gjuha e trive, Zvicrano gjuha Shqipe. Më duk aq interesante që të trit kanë ndikue gjuha Shqipe. Pra, jo prej shqiptarve, prej miqve, do më thonë shokve që bashkëpunojnë me ta, prifta që punojnë për kish, gjuha e trive është gjuha Shqipe në Zvicër. Do më thonë e Zvicranve. Shumë interesante. Në Zvicër, shqiptarët shumë kanë arritë. Do më thonë, ka shumë firma, ka shumë në politikë. Ne kemi 2 parlamentarë në Zvicër. 2 persona që janë parlamentin Zvicran, që është gjithashtu shumë e rëndësishme. Ne kemi në qeverinë e Lucernit një vajzë Zulfete Fonaj, që është në qeveri. Do të thonë, kantoni është shtet. Ajo është në qeveri kantonale. Edhe është përgjegjëse për siguri. Do të thonë, e ushtrisë dhe policisë. Do të thonë, edhe ajo ka linë në Kosovë edhe ka ardhur në Zvicër. Shqiptarët po lëvizin, po faktorizojnë. Do të thonë, kemi edhe në politikë. Probleme të natyra të ndryshme. Se Zvicra, sipas njerëzve, Don Marian nuk duhet të përfshit flasë për dimensione fetare, po Zvicra është një vend i lirë, demokratik, liberal, ku secili shpreh çfarë do lloj besimi, me çfarë do lloj përjardhje, qoftë etnike, kulturore e tjera, por shqetësimi në fundi është në rritje i specialistëve të sigurisë atje, edhe i media që flasin për një kontingjent të njerëzve që kanë ardhur nga luftrat e lindjes mesme dhe janë etabluar, janë vendosur aty dhe po përbëjnë problem. Sa është një me shqetësim edhe tek shqiptarët këtë aspekt, me qenë se ata që ndajnë një ditë besim. Unë e thash edhe një herë po e përsërit edhe një herë, mu nuk më pengon që një shqiptar, një vlla imi me fe islame praktikon fejnë e tëre. Edhe gjithë shka është në rregull në Zvicër, derisa ai si shqiptar e jeton fejnë e tij islame. Pra, asgjë nuk i pengon. Por, çka më shefet, për shembull, mu e ka thonë njëra i peshvi Bazelit, tash është kardinal Kurt Kuhi, e ka thonë mu nuk më pengon ndërtimi i xhamive në Zvicër. As mu s'm pengon. Por ka një herë që kam shefet mas xhamisë, ajo është problematike. Edhe nëse xhamia është vend ku njerëzit rekrutohen për gjana tilla, për mua është e gabueshme. Ka të dhëna publike për këtë. Nuk po duhet me hulumtu, sepse nuk është lami e ime, por nëse xhamit e luajnë këtë rol, atëherë ata janë të shkatërru popullin tonë, edhe ajo është negative për ne si shqiptar. Do të thonë, çdo musliman që jeton në Zvicër, që ta praktikon fenë islame, nuk i pengon as Zvicranit, por as kujna.
por nëse mrena ose pas asaj fshihet radikalizmi, që radikalizmi Ju si e shini, është negativ, është e keqe. Me të kriju mjedis fanatik. Mu më dhem një rast, se tashti po më qani pak mësht në pytje, por po e thamë, une për shembull kur nuk e ku mendu se një shqiptar me fej islame shkon me luftu në Siri. Më pason para 20 vjetëve, kur s'kisha besu. Por është një realitet që kanë shku dhe ka pas. E kjo është për mu një çështje negative. Do të thonë na s'duhet me luftu as për Vatikanin, as nuk e di për kan, as për Sirin. Na duhet me, nëse duhet me luftu, duhet me luftu për vatanin ton, për tokën ton, për identitetin ton, kulturën ton, por jo për identitete tjera. Do të thonë ato janë mashtrime që ju shpërlajnë trunin, e kush është ai, unë duhet me këqyr gjyqi, me gjetë njerëzit edhe me qitë para drejtësisë, sepse kjo është e dëmshme për ne si popull dhe është e dëmshme për familje. E shkon atje dhe mesin, të më thonë, edhe vdesin dhe për çka, për asgjë. Kjo për mua është e keqe, nuk dëshiroj me bisedu me fol për këtë çështje, sepse nuk është lamia ime, por për mua nuk më pengon për shkak që një shqiptar, vëlla imi, sepse unë thash, të partë e mi kanë shku nëna dolis, kanë dash më bë musliman, po ndoshta një kushuria dikush është bë musliman. Unë s'muj me thonë se sa është vëllavi im. Na kemi familje këtu në Kosovë që gjysa janë musliman, gjysa janë katolik. Palabardh ka pas janë një familja hajdar. Për shqiptarët më rëndësi o gjaku. Po, ajo është më rëndësi, për herë kanë qenë të lidhën, e neve kjo na lidh. Por çështja fetare është diçka vëlla italian, një gjerman? Vëlla është në aspektin e gjakut. Do të thonë na jemi si shqiptar, si kulturë, si traditë në vllazën. Vetëm shqiptar. Për mua e përshall si prift. Po. Çdo njeri është vëlla sepse është gjysmë naive kjo, po ka pyetje shumë naive. Edhe nuk po du me hinë çështje naive. Për mua çdo shqiptar që flet shqip, ka kulturë shqiptare, ka traditë shqiptare është vëlla im, sepse është rrit prej kësaj toke, është ka pi ujë prej këtyre burimeve, do të thonë ka rranjë që to. Rranja është rëndësi. Si meshtar, çdo njeri është krijesë e Zotit, është vëlla imi. Unë s'muj me thonë, pa arsye çka përfarson, dhe na nuk mujmë njerëzit t'i ndajmë vetëm në aspekt kombëtar. Do të thonë, çdo njeri është krijesë e Perëndis, edhe unë ty, nëse nuk të shoh si krijesë Perëndis, unë ty s'muj më dasht. Ty edhe atjetrin, dhe secili njeri, edhe nuk duhet me pa çdo njeri ka gabime dhe ka të mira, por prej të mirave duhet të mësohemi e të këqijave të largohemi. Ty pitet e fundit. Jeton në Zvicër me mision jetje, me shtar, dhe me titullin kanonik nga 2019 e tutje. Doja, Don Marian, flasim për atë se si e sheh Kosovën e vitit 2026 në pikpamje kulturore sot. Unë mendoj se në Kosovë kanë arrit shumë, është bën shumë, por nuk do të më thonë se nuk duhet me bërë dhe ma të pëlqen e që të pengon ma tepër. Do të thonë kur ve këto e shef disisin perëndim, ndërtesa, rruga, do të thonë ka shumë gjana që janë bën, është arrit, është zhvillu, do të thonë mirëqenia është më mirë, por nuk po du me hinë politik, sepse nuk është lavia ime. Si ta mendesh, kjo studio është e lidhur edhe po deshte, se kemi deputet sot që kanë edhe prejardhje të ndryshme. Për deputetet edhe për qeverin kam një parsye cila parti është, që të kenë një shqeqim për para, ku dëshirojnë me ardhë. Edhe shqeqimi për para duhet me qenë diçka që neve na shtynë me arrit. Edhe çka më pengon, shumë pengon prej politikanëve që e shohin vetëm merit tëre. Gjithçka që ka bëj tjetri ka bën gabim. Kjo është primitive, politikë primitive. Do të thonë e mira përbashkët duhet na gëzon çdo parti.
Parsye kush e ka bo, kë apo ai, nuk po hitash në aspekt partijake, por duhet me pas të mirën e përbashkët. Çka më pengon politik, më pengon se gjithë çka shohin vetëm në prizmën partijake. Çka rrihet prizmën partijake. Gjithë çka tjetër është keq. Po gjanat e mira duhet më kanë për gjitha partit. Gjanat kombëtare duhet më kanë për gjitha partit. Ideali gjitha partijave. Dhe me thonë, arritja e mirëqenjes duhet me qenë caku i çdo partije. Dhe kjo duhet me konë ajo piknisja. Jo vetëm me kritiku, kjo e bari kështu, kjo është to, unë për bëjma mirë, kjo është edhe çdo politikan, më pengon edhe në verit, kur i ndëgjoj edhe më duken primitiv. Nuk po du me cek emra, por qëllimi i politikës duhet me qenë me shku për para, ajo çka është nacionale, e mirë, kombëtare, për gjithë, krejt duhet më bë bashkë, çdo parti, se është e përbashkët, sa me rëndësi kush e boni. Edhe nëse është e mirë, kombëtare, veç se bon kjo parti, mundohen me qenë kundra. Kjo është e keqja e Kosovës, që unë e shaf, a nuk du me inë politik, se më shtine pak. Unë të pyta në aspektin kulturor, nuk shtina ka politika, po i veqove këto gjëra që i shetë se të pengojnë që 2 vite Kosova në krizë. Edhe tani majtë të gjedi me 7 qershor, po me gjas kena problem me gjithë figurën kush o presidenti i dashën për krejt. Kena arë në situatën, ne në studio, mediat, me thonë, me konstatu që si gjallja politike ka mjetë gati në duar zotit, dorë zotit. Mjë lutë zotit këna arë në situatë, do në ma janë me, unë mendoj se është, po të me bo një lutje për politike, po këna arë në situatë me i thonë Don Marianit, me i thonë një kleriku musliman tjetër të azëm, një tjetër, cilën lutje do të bëje për... Mendoj se është mungesë e sistemit ligjor, dhe më thënë ta sistemi ligjor do të me regulue, që mës me ardhen në situata tila, që jemi që gjithë disa vit. Jo, po çështja e kryetarit, zgjedhjen kryetarit, për shembull, mund të mohen bana rregullore tjera, e shoh se ka legjislaturën e Kosovës ka mungesa ligjesh. Unë përsëri s'jam ligjdhënës, edhe nuk e do të lutesh për ta. Po do të lutem që të bëhet një zgjidhje. Edhe të lutem që njerëzit janë të vetëdijshëm, më të vetëdijshëm në zgjedhjen e njerëzve politikan që t'i shohin këto mungesa që po na ndodhin. Cila është gjëja e fundit pyetja që të përmbush më shumë, Don Marian, teksa jep me shumë se një dekadë në Zvicër, po them ashtu. Gati po i bën 2 dekada. Cila është gjëja që të përmbush më shumë? Përmbushja më e madhja për mua është që ne t'jetojmë si vëllezër dhe motra këtu në Kosovë, dhe unë shpeshherë ndëgjoj përshëndetje që bën edhe përshëndetje në gjuhën arabe, ose nuk e di, që ato neve nuk na duhen. Na duhet ta kemi gjuhën tonë, ta kemi kulturën tonë, ta kemi traditën tonë. Ne njerëzit duhet jemi bekim për njëri tjetrin. Unë nuk e përmena, unë e kam edhe një libër tash në botem për lumturitë. Çka është lumturia? Lumturia është ajo çka unë jam. Lumturinë e vërtet mund ta marr vetëm prej Perëndis. Nëse lejoj që Perëndia të jetë i pranishëm në mu, unë jam i lumtur. Nëse unë jam i lumtur, ose ti je i lumtur, lumturinë tonë ti mundesh me dhënë bashkëshortës tonë, ose bashkëshorta ty. Edhe ju si prind mund t'ju jepni fëmijëve t'juj, edhe ju si familje mund t'ja jepni fshatit, vendit ku jeton. Na s'mund të kërkojmë lumturi ose paqe, për shembull në Ukrainë ose nuk e di ku, kur nuk e kam paqen në jetën time. Ne du të lejojmë që hyji të jetë paqja jonë. Për shembull Krishti thot, paqe bërësit, për shembull lumturit. Dhe më thonë, unë s'muj me dhënë paqe nëse nuk kam paqe. Unë s'muj me dhënë dashuri nëse s'kam dashuri. Unë s'muj me dhënë bekim nëse s'kam bekim. Ne si njerëz du të jemi barës të paqes, barës dashuris, barës të mirësis, edhe kur ta shoh unë e ridin, unë jam i lumtur se po shpall dashuri, lumturi,
paqe. Këtë ne duhet të jemi dhe kjo është plotësimi i njeriut, që njeriu është krijesë hynore. Do me thonë, e ka shpirtin për i Perëndis, nuk është vetëm toksor, por është një njeri që sjell, shpeshherë po thonë, pozitivitet. Ai është e kufizuar me pozitiviteti, por shumë më madhe është që kush shpallet ridi, tjetë, ky po ndriçon me paqe, ky po ndriçon me dashuri, ky po ndriçon me mirësi. Kështu tjetë edhe politikani, kështu tjetë edhe hoxha, kështu tjetë edhe prifti, kështu tjetë edhe prindi, pra ajo kishte me qenë lumturia e jonë që neve në bën të lumtur. Edhe në aspekt për herë për para. Do të thonë, ne s'mund të pasunohemi në shpinë tjetër kujt. Ne shpeshherë pasunohemi në shpinë tjetër kujt. Po e them edhe një shembull që ta përfundoj. Xhinsat që i bartim është prodhimi i parë i pamukut bëhet në Afrikë. Edhe për pamukun që e fitojnë për xhinsa paguajnë $1 dhe plus i helmojnë ata njerëz. Edhe ai pamuk vjen në Çeki, përpunohet edhe përfundon në Amerikë dhe mas mbrami shitet $150. Do me thonë, firma e Amerikës jeton në shpinë të Afrikanit që fiton $1 dhe keq trajtohet. Sot ne pasurohemi në shpinë të tjerëve. Është e pamoralshme. Ne duhet të jetojmë me njeri tjetrin, mos jetojmë në shpinë të tjerëve, por secilin ta shohim si krijesë të Perëndis. Pa arsye si flet, pa arsye çfarë beson, është krijesë e Perëndis. Do me thonë, duaje Perëndin dhe të afërmin, por si vetveten, kjo është lidhja, qendra e krishterizmit. Falenderoj për kohën e nderuar Don Marian, që ishe me mua në këtë emision mbi një orë dhe që pate reflektime, ndave perspektiva ndryshme, si për Zvicrën, si për historinë, si për mjediset ndryshme kulturore, e tjera tjera. Faleminderit shumë dhe për mua ishte një kënaqësi dhe që i përjetuam disa gjana, i përkujtuam disa gjana, dhe pse dështë drejt për drejt s'mund të përmirësojmë, shpresoj se nuk kam gabu diçka. Por gjithë keni mision të krijoni një univers idillik të barabartë për te çdo prejave që mund të kenë njerëzit, fetare, etnike, kulturore. Njeriu është mas i rëndësishëm. Ai është qendra. Njeriu është qendra e universit dhe ashtu duhet të shihet njeriu dhe njeriu është krijesë e Perëndis, çdo njeri duhet ta ketë dinjitetin dhe ai është më rëndësishme. Dhe njerë, faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu. Ishte një kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.